Qarku i Korçës është një prej prodhuesve më të mëdhenj të mollës në vend, ndaj dhe për të disa të invitradhazi është organizuar festa e mollës. Kjo fest, ashtu si është bërë tradit prej vitesh, ka zënë vend në fshatin Dvoran të Korçës, aty ku fermerët kanë prezantuar varietete të ndryshme të këtij fruti, të cilat prodhohen në këtë zonë. Janë varietete autoktone dhe të importuar me varietete të reja. Si vit prodhimi ka qenë shumë i mirë, i kënaqshëm me fjalë, por çmimi ka qenë çik i ulët. Keni filluar të shisni? Po, një pjesë po, kemi filluar për tregun e vendas dhe pjesën tjetër kemi magazinuar në frigorifere. Festa e mollës në Dvoran është një mënyrë e mirë për të ekspozuar varietetet që kultivohen në këtë zonë, ndaj dhe Bashkia e Korçës e ka mbështetur prej vitesh këtë organizim. Këto festa i shërbejnë krijimit të një atmosfere të gjallë në zonën ku organizohen, në fshatin ku organizohen dhe në perspektivë mund të jenë edhe pjesë e paketave turistike të Bashkisë Korçës. Për gjithë këto arsye janë festat të cilat janë stimuluar nga ana e bashkisë dhe do të vazhdojnë të organizohen të tilla edhe në të ardhmen. Në qarkun e Korçës janë 3600 hektar të mbjella me mollë, ndërsa si vjet janë prodhuar rreth 80.000 ton mollë. Eventi bëri bashk vizitore familjar, të cilët deri në orët e vona të mbrëmjes festuan në tingujt e muzikës, kërcimit dhe degustimit të ushqimeve tradicionale të zonës.